Po, përshëndetje, zonjë, nga telefonon? Nga Vjena, qyteti më i bukur. Më i bukur, ç'është ka, mirë je? Mirë, faleminderit, juve? Mirë edhe ne, faleminderit. Kur do të jetë kryetar LDK-s? LDK-s kryetari ka vdek kur ka vdek Rogova. Po? Ta tjerë muna me thonë vetëm pse nuk munën me konë kryetar LDK-s. Po? Për shembull, Lucia Haziri. Ka ik merr ai gjithë ato pare ku i shkollon fëmijët e vet, kur fëmijët në Kosovë, shkollat në Kosovë janë katastrofë. Tani, për parim Rama, unë e kom lanë Kosovën në kohën e opozitës, si studente me 2 fakultete, infermierit përgjithshme dhe fizioterapi. Ku nuk ku mujt me gjetë vend punë me 2 fakultete, unë, kush mundet me gjetë punë atje, për shembull, veç pse s'kom pas një option. Edhe kom pa me sytë e mi se çush ka një fakultet në atë kohë, në fakultetin publik. Kryetari LDK-s ka dek me Ibrahim Rogovën, mu vjen keq. Pra ti nuk e asnjë emër me na dhënë sa i përket kryetarit të LDK-s. Fatkeqësisht, jam kanë fëmijë 7 vjeç kur e kom njoft Rogovën, jam rrit me atë ëmër, atëherë kom pas sikur zotin e shtëpisë teme, jo vetëm sikur zotin e Kosovës, për shtëpitë të Kosovës. Edhe kur ka vdek Ibrahim Rogova, fëmijë jam kanë, edhe kom thonë, çka ka mu bon tash në Kosovë. Çaq shpresat janë kanë taj njeri. Po fatkeqësisht ka dek Ibrahim Rogova, ka dek LDK-ja. E dashur, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, mirëpafshim, respekt. Gjithashtu, faleminderit shumë. Asnjë emër nuk e dha zonja. Pas Ibrahim Rogovës nuk e